Është vetëm 14 vjeç, por me njohuritë e tij mbi teknologjinë të bën të ndjehesh fillestar. Me platformat e tij inovative në fushën e inteligjencës artificiale, ai ka fituar madje edhe admirimin e ekspertëve të teknologjisë. Prandaj jemi këtu duke pasur privilegjin të mësojmë pak më shumë mbi këtë mbendje të ndritur, i cili quhet Kaan Krasniqi. Pasionin për teknologjinë ka qenë si talent i pazbuluar, pasi që prindërit e mi më kanë rekomanduar që me ndjek një kurs lidhur me kodimin, ka qenë kursi bën e vet, që nga mosha 6 vjeçare. Kurreshtja ime më hapi rrugën në teknologji dhe unë fillova duke krijuar projekte nga më bazike tash deri më të avancuara. Unë pra jam duke zhvilluar një platformë për mësimin e inteligjencës artificiale për të gjithë njohuritë të ndryshme që kanë njerëzit dhe unë planifikoj që këtë platformë ta lancoj në qershor të këtij viti. Në projektet e mia unë inkuadroj pra inteligjencën artificiale gjenerative, pra LLMs, Large Language Models, dhe integroj në aplikacionet e mia për t'i bërë ato më të avancuara dhe për të rritur efikasitetin. Unë mendoj që e ardhmja do të jetë e ndritur me inteligjencën artificiale. Disa njerëz debatojnë që për shembull njerëzit do të humbasin punën e tyre, por unë mendoj në atë shprehjen që kur një derë mbyllet, një derë tjetër hapet. Vende të ndryshme në botë pra po e përdorin inteligjencën artificiale në mësim. Për shembull në Estoni i kanë japur akses fëmijëve ChatGPT Education, po ashtu edhe në vende të tjera si Mbretëria e Bashkuar, Amerika. Unë pra nuk po them që inteligjenca artificiale ta bëjë të gjithë punën dhe ne të mos bëjmë asgjë, po ta përdorim inteligjencën artificiale si mjet për të mësuar më lehtë dhe për të arritur efikasitet. Dhe mendoj që përmes inteligjencës artificiale do të arrihen shumë më shumë revolucione në botë. Ëndra ime më e madhe është që me kriju një kompani apo me disa fjalë tjera me i sjell kontribut atë dheu tim Kosovës dhe ne si shoqëri me përfitu nga njëri tjetri.